Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga I fali ndihmë kërkojmë. Të ndershëm vëllezër, tema për të cilën do të flasim sot është pse nuk ndryshojmë. Aludohet ose qëllimi jonë me ndryshu ka e mira. Të ndershëm vëllezër, në këtë muaj përsëri shumë prej nesh dëgjojnë hutbe, dëgjojnë ligjërata. Natën e shemëm, do njëherë në taravi, do njëherë namaz nate, mund të edhe në shkojnë lot qajmë, ose mund të emocionohemi prej hoxhës që flet, ose prej imamit që kanë ndonë, se mirë po, pas disa ditëve, kthehemi në të njëjtën gjendje. Dhe më thonë Ramazan, namaz nate, duke qajtë, duke dëgju derse, duke mos mungu hiç. Pastaj nuk vazhdon. Kësa I thonë, pse nuk ndryshim? Nëse kena mundësi me ndryshu një muj, e vazhdojmë ndryshimin. Ne nuk ndodh kështu. Fatkeqësisht, s'po them tash për të gjithë, ka njerëz që ndryshojnë, ka njerëz që bëhen më të mirë, ka njerëz që janë më sinqert, ka njerëz që janë më ibadetxhi e kështu me radhë. Mirë, bon, përgjithësi nuk shohim ndonjë ndryshim të madh. Të ndryshëm vëllezër, pyetja është pse nuk ndryshojmë, edhe pse e dim që është e vërtetë. Edhe e dim që e vërtetë është andaj, edhe nuk shkojmë ka ndryshimi, po shkojmë të kundërt. Të ndryshëm vëllezër, me ndryshu njeriu ligj hyjnor. Nuk është problem me ndryshu ka e mira. I thonë në gjuhën e re të kompjuterit update. I po edhe telefonin, në qoftë nuk e bën update, nuk funksionon. Pse se duhet me kohën. Me kohën, njeriu ndryshon me kohën. Avancon, shkon përpara. Ne ndryshojmë ku s'duhet, nuk ndryshojmë ku duhet. Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an thot, inna Allahe la yughayyiru ma bi qaumin, Allahu fuqiplot duke ndryshon gjendjen e një populli, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, derisa ai popull nuk e ndryshon gjendjen vet, ose ai ummet nuk e ndryshon gjendjen vet. Allahu na mbron neve. Allahu na mbron, është e vërtetë. Ama Allahu nuk të çon me zor mu fal. Allahu nuk të çon me zor me punut. Allahu nuk të çon me zor me agjeru. Këto janë dëshira. Allahu subhanahu wa taala për atë shkak e ka kriju njeriu me mendje. E ka kriju nga shpirti dhe nga trupi, edhe ka thonë mendjen, dhurat. Që ai të mendon pastaj. Çka e mirë, çka e keqe, çka me bon, çka mos me bon. Të ndershëm vëllezër, nëse ne presim se Zoti ka me bon më mirë, duke flet, nuk vjen ashtu. Edhe nuk ndodh ashtu. Derisa ne nuk e ndrojmë gjendjen vet, kështu ka me shku. Ndryshimi nuk fillon nga jashtë. Nuk fillon nga asgjë. Nuk fillon nga të tjerët, por fillon nga vetvetja. Filipon dhe herë ne kërkojmë nga ministrit, nga shteti, nga politika, nga hoxhallar, të ta ndryshojna? O, nuk mundet askush me ndryshu gjendjen e popullit derisa nuk e ndryshon ai vet, ti dhe unë. Çfarë dush ligje me të vendë unë? Nëse nuk jeti domaqin të shtëpia jote, si se dhe në muj keme hi borç. Çka munda me të ndihmon? Të nuk jetë domaqin, nuk e ndryshuar për ka e mira. Unë munda me të vonë ligje jashtë, sa të dush. Ama të nuk e me rogën a zëmë. Pastaj më ka fajnë, kush ta ka fajnë? Askush, ti vet e ke fajnë. Edhe ne të ndryshëm, kërkojmë për shembull nga ki shteta, ai shtet, nga
ne duhet me u bë të mirë vetë. Normale bashkëpunimi duhet me qenë, me të gjithë. Ama duhet mu bë njerë i mirë për vetë. E pastaj për familjet tona, e pastaj për mahallën tonë, për kushit tonë, pastaj për komunën e shtetit tonë, edhe vendin tjetër. Nga fillon ndryshimi, fillon nga zemra dhe vendimi personal. Unë, për shembull, kam bën një jetë prej sot më janë nisë mu falë. U kri puna, vendimi imi personal. Unë e kam vendosur prej sot më mbulu, me vëndu shamin. U kri puna, vendimi im personal. Ama edhe bindje me zemër. Bindje me zemër. Allah subhanahu wa taala thot, qad aflaha man zakkaha, ka fitu, ose kush e ka pastru vetën ka shpëtu, wa qad khaba man dassaha, ai i cili ka neglizhu, ka humbë. Do me thonë, ai i cili e ka pastru vetën, ka ndryshu, ka shpëtu këtë botë, për ka e mira ka ndryshu, ka shpëtu këtë botë, edhe në botën ashme. Dhe se ai tjetëri që ka neglizhu, ka nënçmu, fjallë Zotit e fjallë Muhamedit dhe sëmë, ai ka të shtu. Të dhe se vëzër një shembull në aspektin historik. Ju e keni dëgju, keni lexu për Musajin a.s. Benu Israilet, populli në të cilin kishte ardhur Musa a.s. si pejgamber, quheshin Benu Israil. Ata i shifshin mrekullitë e Musës a.s. Çfarë mrekullie? Detin e qaur. Mrekulli, e jashtëzakonshme. Edhe e pa në armikun atë faraonin duke u fundos. E lloj mrekullie tjera. Edhe Musa a.s. tha, pritni ju këtu pak, unë të shkoj deri në Turi Sina ta marr shpalljen. Kur erdhi, vetëm se këto Benu Israilit kishin fillu me besu viçin e diçka tjetër. Para mendoj, popull, çfarë populli? Pejgamberin me vete, pejgamberi, para mendoj çfarë forcet, e çon detin, e shpëton Benu Israilet e lloj shmërit ndihmës edhe prap nuk ja besun as Zotin e Musës, as Musën. Edhe e banën një viç, edhe fillun me besu viç. Edhe çka thon? Ij'al lana aliha kema lahum aliha. Në ban dhe një zot neve të veçantë, sikur që kanë ata popull tjerë, zotat veçantë. Të dashur vëllezër, si këta i Benu Israilet ndryshuan vetëm nga jashtë, disi politik i bëshin Musës a.s. Politik. Une e shoh se filoni ka qef mu falë, hajde pa shkojmë po i bëjmë politik pak. Edhe ja nisëm mu falë krejtë. Një ditë, 3 ditë, ama mbrenda jo, veç më jashtë. Ama nuk zgjallë kjo, nuk zgjallë kjo si e fatësi. Ta Benu Israilet, për atë shkak, edhe e pa në të vërtetën, për zemrat të tyre nuk ndryshuan. Për atë shkak në momentin që mungoi Musa, ata e bënën një viç, edhe ja nisën me besu. Pse nuk ndryshoj? Ka disa shkaqe që unë kam i përmend. E para të dashur vëllezër që realisht e kemi këtë dashuria për dunjan. Shumë të lidhur jemi për dunjan. Është e vërtetë. Nuk mundet me thonë askush vallave o xha, unë jo. Ai tjetri unë jo. Disi dunjoja në këtë shekull ashtu na kanë imponu, na kanë bërë më të dashur dunjan. E dyta, shoqëria e keqe. Nuk mundesh me ndryshu ti nëse me rrin me njerëz që nuk ndryshojnë. E treta, zakonet, janë disa zakone që nuk ta lejojnë me ndryshu. Ose e shtin pendimin, e çon, për shembull, e kom vendos sot
edhe nuk bën asgjë. E kom vendosur sot më janis më fal. Mos anë na, ja vet. Po e çe për javën ardhshme. Ai po e lën për muajin ardhshëm. Po e lën për vitin ardhshëm. E shton pendimin, e vonon pendimin. Për çatë edhe nuk ndryshon. Edhe dëshirë, shumë dëshira më vendime hiç. Ja dush me vendos. Shembull, a don më martu, a s'don më martu? Vallave nuk e di. Ti qef ki, ama vendimin si ke vecil. Ti thush po be. Ose ai tjetri, a don me nis ma gjiru, a s'don me nis? Valla kam qef, po në e nisëm Ramazani, shkoj Ramazani, asnjë ditë nuk e vë. Pse? Se si ka vendos. Nuk e ka vendos me ndryshu. Ai e ka vendos, ai ka bo muhabet. Dëshirë, unë kam dëshirë. Dëshira dhe vendosja me ndryshu kanë dallim. Thotë Allah subhanahu wa taala, bel tu'thirun al-hayat ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Thotë ju shumë lodheni në këtë botë, është e vërtet, mirë po akhireti wal akhiratu khairun wa abqa. Akhireti më i mirë për ju, edhe është i përhershëm. Të dashur vëllezër, një histori thjesht, historie e shkurt, mirë po shumë domethënës. Fudajl ibn Iyad ka qenë prej dietarëve më të mëdhej që njeh historia. Mirë po, a dini Fudajl ibn Iyad me çka është marrë para se të udhëzohet? Kërkoi falje për ka qenë vjedhës. Të ne i thonë, për ma mirë me kuptu, hajdut. Hajdut, ka qenë vjedhës, ka vjedhë. Edhe ka qenë shumë i zhitur në mëkate. Një natë e kam dëgju një ajet duke e këndu, duke e lezu dikush, elem je'ni lillezine amenu, en takhsha qulubehum. Ka të bojë kjo ajet me frigën, me frigën e zemrës, se si zemra duhet të frigohet Zotit, se si zemra duhet të nështrohet Zotit. Edhe ka ndodhë, kër e kanë dëgju këta jetë, Fudajl ibn Iyad dhe thot, pasha Allah, ka ardhë koha. Ka ardhë koha me ndryshu unë, edhe ka ndryshu. A me ka vendos me ndryshu. Jo, edhe kështu. Jo, po ndryshojmë edhe pak jo, edhe pak jo. Të ndreshëm vëllezër, Fudajl ibn Iyadi, pastaj është përmend historie sot të kësaj dite, përmend në histori islame. Një nga njerëzit më të devotshëm, nga dietarët më të mëdhej që i njeh historia islame. Mirë po e ka vendosur njëri më ndryshu. U kri punë. Unë direkt këtu kam bon gabim. U kri puna. Po pendohem te Zoti, edhe vazhdoj. A ka njëri që s'mundet me bo këtë? Jo, nuk ka vëlla. Veç a jemi të vendosur apo nuk jemi të vendosur. Sepse ndryshimi të ndryshëm vëllezër kërkon sakrificë. Të ne në gjuhën tonë kurban lëk. Sakrifici vjen me sakrifiku, me prej kurban. E në këtë rast ti kurbani je. A je përgatitur vetën me qitë kurban? Jo në të aspektin kokën me hekë. Po shemëll qefët me mindalun këtë botë. Edhe i në të përgatitur, edhe si në të përgatitur. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, xheneti është i rrethuar me vështirësi. Xheneti, për me hinë xhenet duhet me kalu disa vështirësi. Dërsa xhenemi është i rrethuar me qefe, me dëshira, me knatësi të epshit. Kështu e ka përshkruajtur, edhe ashtu e vërtet. Ki po neve tash hanami ma kollaj është me bo. Para 50 vete, 100 vetëve, me bo haram nuk ka qenë kollaj. Tash disi, ma kollaj është haram me bo, se sa halal. Ma kollaj është mës mu falë, se sa mu falë. Interesant. Pse? Se ashtu bote e do. Ashtu bote e do, njerëzit i ketë kompjutera. Trakat je, sustën, atë pullën, edhe gjithë qka funksionon si pas dëshirës së atyre.
Ndërsa vëllezër, ndryshimin nuk është i lehtë. Me ndryshu nuk o lehtë, ama nuk është e pamundur. Mundet me ndodh, ka ndodh, do të ndodh dhe deri në ditën e gjykimit do të vazhdon me ndodh. Omeri radiallahu anhu. Mos flasim për Omerin se sa keni ndëgju për Omerin ju, si xhamat. Sa keni lexuar, sa keni ndëgju për xhallarëve. Ka qenë i ashpër, edhe ka qenë prej mushrikëve, edhe një ditë prej ditëve e vendos me shku të motre vetë dhe të dhëndri vetë, sepse ata e kanë pranu islamin. Edhe mi likfidu. Omeri i ashpër, kundërshtari madh i islamit. Edhe duke shku atje, kur i shofa i dhëndrin dhe vajzën e vetë, duke lexuar Kur'an. Taha, ma anzalna alejke l'Kur'ane li tashqa. Nuk i kemi zbrit në Kur'anin me mundu ju, me ju randu juve. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Por Kur'anin kemi zbrit vetëm se përmendje, përkujtim për ata që kanë frikë dhe Allah subhanahu wa taala. Sa Kur'anin, si dush merë, si lene. Nuk o Kur'anin me zarë. Kur'anin o për zemrat tota që e tunë Zotin edhe kanë përkushtim dhe Zotin. Edhe Zot Omeri ju frikë zemrat me. Shkoj me vra, shkoj me ekzekutu. Omeri as ka me një, një pura, që ka vendosur nga ma. Në histori nuk ka sen që Omeri e ka vendosur si nga ma. Kjo e vërtetë. Omeri nuk i punë. Për atë qka kërë e ka prahu islamin Omeri dhe Allahu anhu, pejgamberi as-salam me një përqindje të madhe është ratu. Dhe ka pas një riu në aslan, Mekke ka vetë. Edhe ju thri zemra, ka e mira dhe ju ndryshu jetë Omeri dhe Allahu anhu, nga arbik i islamit u bana shtiu e fortë i islamit. Të ndeshën dhezën, askush nuk mundet me thonë nuk mundet me ndryshu. Nëse Omeri ka ndryshu, nëse Fudail ibn Iyadi ka ndryshu, nëse shumë njerëz që njëftin që ka ndryshu. Apo, se që një frejë, në familje ka një njeri, ose më largë, ose më afër që e njefë, që ka ndryshu për e mira. Ama një fjere njerëz që ka ndryshu për ka e keqë. është farë dhe ta me një herë në namazë. Kjo në mirë, me qëka e zetë, me qëto atje, kër e qajnë, dika, shumë me i mirë kje, qëka e zetë. Së është një e keqë, që i përmendë më ta, së është një e keqë. Nuk mund është me ndryshu t'i ka e mira, nëse rimi njerëzit që ta bëjt mundës me ndryshu ke e keqë. Të ndërshë vëzër, si nëse të kemi vendosë në gjami, ose ata që njofim ne, nëse do të dikujt mja të rejtë vërejtë, nëse duhet me mësu dika si me ndryshu e para, i thu, shqive, duhet me vendosë me një vendim sinqert, për hitë Allah subhanahu wa taala. E dita, duhet mu bendu për gabimin që i në bënë. Në më thonë e kam bënë një jetë me ndryshu, edhe o Zot, po pëndoha për ditë të gjitha gabimet që kam më herë. Hapi vogël për me ndryshu, ama në tjetë i vazhdojshë. Jo mu do zunë. E tjetra, du të me ndrejtë në shëqërit mirë, njerëzit mirë. Nuk mund është e kam vendos me elam drogën, gjithë të të rrimi njerëzit që të drogë janë. E ke vendos me elam drogën, ke kërkon ndryshim madhë, në kolegë. Edhe me njerëzit që nuk pinë drogë, e luftojnë drogën, e kundërshtojnë drogën, që ato me ta ndihmu. Edhe me lutë Allah subhanahu wa taala se ndërherë njeriu të Zotit, ose është para dorëzimit, e lutë të Zotit e thotë Zot, ndihmo dhe profesor. Hasan al-Basriu, rahimahullah, thotë, ndryshimi fillon në momentin që e urrejnë gjendjen që jeni. Shembull, jetë në gjendje të